Është kënaqësi të brenda. Me shumë kënaqësi. Si jeni? Mirë. Si shkon? Si u eset? Mirë. Zotë dhënë të shnetë herë. Edhe ju? Dhe parë, edhe inshallah fitonin. Do fitojmë? Inshallah riktheheni. Do fitojmë. Dhe i sigurt që ne do bëjmë gjithçka për suksesin e biznesit. Do ulim energjinë në 6 lek, e pagurit 18 sot, do përgjysmojmë tarifën e ujit, do përgjysmojmë hapësirat publike, do ulim shumë hapësirën publike, do vendosim pensionin minimal 200 euro, do vendosim rrogën minimale 500 euro. Atëherë, ne si qytetarë të Krujës duam diçka për Krujën personalisht. Për Krujën, rrugën Krujë-Tiranë, rrugën Krujë-Tiranë, nxitja e bizneseve që zgjerojnë dhe të punësojnë, sepse të rritë duan punë. Patjetër. Të rritë duan punë, tërheqja e industrive këtu fasonet me zi jetojnë sot. Një popull pa të ri ka marrë fund. Po. Kështu që do bëjmë gjithçka të kthehen ata që la ikën, duke u dhënë të drejtën e investimit 5 vite pa taksa. Do bëjmë gjithçka që çiftet e reja të jenë me 3 fëmijë dhe fëmijën e tretë do ta paguajë shteti nga linja gjerë në 23 vjeç. Dhe kjo është një politikë që e kanë përdorur me sukses vendet tjera. Do bëjmë për fëmijën e dytë, fëmijën e parë dhe dytë do japim bonuse 70 dhe 60 euro. Pra, do bëjmë e ke shumë të drejtë shqetësimin. Themelora ajo që thoni ju është. Ne këtu në Krujë presim vetëm majin edhe deri në shtator dhe pastaj çdo gjë mbyllet. Ky është problemi i kryesor. E shkretoj Shqipërinë. Ky është shkretimi i vendit. Por ne realitetin e ke të drejtë shumë. E ke drejtë shumë. E ke shumë të drejtë, por ky realitet do ta ndryshojmë, ne jeni sigurt për këtë. Po. Të garantoj që qëllimi ynë numër 1 është pikërisht ndryshimi i këtij realiteti. Sot ne jemi, a disa jemi sot, saç kemi qenë në vitin 1960. Me këtë dhe edhe e dyta, që ta dish. Gjerë në vitin 2013, Shqipëria u rrit nga 2007. Gjerë në 2013, Shqipëria u rrit nga vit numër popullate. Nga 2014 e këtej, filloi rënja vertik. Bashorti im ka ikë me 90-ën, ambasada, vetëm 17 vjeç. Edhe ne jemi kthy në 98-ën. Në fund të 98-s dhe nga 99-a kemi këtë biznes. Nuk mund të them që është gjithmonë rritje, mund të them që është gjithmonë ulje. Po. Sepse ullin fuqia blerse, po ullin fuqia blerse, fal. Pak para po të regoja. Rritja e çmimeve të ushqimeve dhe gjërave bazë dhe mos rritja e rrogave dhe pensioneve ka ullë në mënyrë dramatike fuqinë blerse të njerëzve. Kjo është shkaku. Sepse primare është ushqimi normalisht. Dhe largimi i njerëzve nga Shqipëria. Uroj vetëm shëndet. Shumë faleminderit. Edhe fat këtë përshtatje. Faleminderit shumë.